Mirë se erdhët në këtë episod të radhës. Fillimisht ju ftoj të gjithë të bëni subscribe në kanalin tim në këtë platformë informative dhe edukuese krijuar posaçërisht për diasporën shqiptare. Ju flas nga Londra. Sot do sjell për ju një histori shumë interesante. Çdo histori e emigranti në fakt ka një përvojë të vyer që na shërben secilit prej nesh për të mësuar diçka. Diaspora shqiptare ka treguar hapa të jashtëzakonshëm suksesi gjatë rrugës emigrimit në vende të ndryshme të botës. Pavarësisht që unë ju flas nga Londra, në fakt ky komunitet është i suksesshëm në gjitha vendet e botës ku ata kanë zgjedhur për të jetuar. Sot në këtë kënd të këtij podcasti, që siç e kam thënë dhe herë të tjera, është më i preferuari im sepse sjell histori njerëzore nga ky komunitet shumë i dashur. Unë kam të ftuar një grua, një zonjë, një mami, një femër që i bën gjitha në jetën e saj. Dhe jam shumë kurioztare për ta njohur, nuk e njoh shumë, e njoh shumë pak, por e kam ftuar sot për të na treguar gjithë rrugtimin e jetës së saj, jo vetëm si emigrante, por edhe sa mirë është integruar dhe sa mirë po ja del si një mami e vetme këtu në Mbretërinë e Bashkuar. Borina Voko. Faleminderit shumë dhe mirë se erdhe në podcastin tim. Faleminderit për ftesën, edhe mendoj se do kemi bashkëpunimin tonë, unë e shoh, edhe pse unë s'të njoh shumë dhe ti s'më njeh shumë, por e shoh atë energjinë e fillimit. Do më falni ndjes për zëri. Pikërisht sot, ku zëri. Është koha e qëndrueshme këtu në Britani, ndonjëherë është nxehtë, ndonjëherë është ftohtë, kështu që është e natyrshme të ndodhë një gjë e tillë. Borina, unë të kam ftuar sot si profesioniste, si një femër e suksesshme, por dhe si një mikesh. Do flasim lirshëm, do ta njohim njëra tjetrën, por do të ndajmë një histori shumë të vyer që do i shërbej edhe komunitetit tonë. Dua shumë që të sjell mesazhe shumë të vlefshme. Më intrigon fakti që ta nis rrugtimin e një emigranti që nga fillimet ti e larguar nga Shqipëria, me sa di unë, apo jo? Cili ka qenë emigrimi jot i parë, vendi i parë ku ti je shkëputur përfundimisht? Në fakt unë kam qenë pak e privilegjuar nga kjo anë, sepse nga origjina e babait tim unë gjithmonë kam qenë shumë e privilegjuar që të udhtoj në gjithë botën, nuk kam pasur ato dalesat që ka pas gjithmonë një shqiptar, që shumë e vështirë për të marrë një vizë se je shqiptar, apo shumë e vështirë për të pasur një dokument për udhëtuar. Thuaj se kam shkelur çdo vend botës përveç Australisë dhe Rusisë. Interesante kjo. Në fakt, jam larguar nga Shqipëria shumë herët, jam larguar kur kam qenë 19 vjeç. Kam mbajtur për studimet e mia në shtetin fqin Helen, në shtetin Helen, kam vazhduar atje studimet, pasi kryeva dhe disa studime. Në fakt, në fillim shkoja vetëm punoja në fundjavë dhe kthehesha, bëja Universitetin Shqipëri në Tiranë. Dhe gjithmonë kam qenë kontakt përhershëm me shkollën, asnjëherë nuk jam daluar nga studimet, nga kërkimet, nga asnjëherë. Përgëzime për këtë. Pas asaj zhvendosem plotësisht në Athinë dhe atje pranojmë në një universitet amerikan i cili quhet Indianapolis, i cili sot nuk është më. Por ishte një ndër hapat e mi më të rëndësishëm. Aty diplomohem, një nga diplomat më të kryesore që marr është shkenca politike dhe kriminalistik. Pastaj universiteti kishte një kredibilitet shumë të madh në punët të cilët jepte, kam punuar për qendrën e studimeve të Detit Zi në periudhë si këshilltare e në fakt asistent këshilltare e ligjeve të periudhës kur bëi lufta në Krime. E qartë, pra që nga fillimet e tua, një vajzë e cila ka ndjekur karrierën në zhvillimin, arsimimin, shumë interesante kjo dhe është me të vërtet frymëzuese Borina, por shqiptarët e diasporës këtu, kryesisht në Britani, ku ti nuk e di sa vite ka që jeton, por janë kurioztar për të njohur rrugën tënde. Sa e vështirë ka qenë, sa e bukur, me ato uljet dhe ngritjet e veta. Në çfarë viti emigrove drejt Mbretërisë së Bashkuar? Lash për gjithmonë Shqipërinë, kur erdha në Angli, me idem për të shkuar në Australi, për të jetuar atje. Më pëlqente Australia, më pëlqente, ishte diçka e re, diçka një ishull në cep të botës, si them unë, është një ishull në cep të botës. Edhe po para shumë viteve ku kam ardhur në fillim në Angli në vitin 2016, kam takuar një të moshuar italian. Edhe më ka thënë sa vite ke këtu, i them unë sa kam ardhur, kam vetëm një vit. Më thotë në qoftë se i pin ujin kësaj Londre për 3 vjet, do t'ja pish gjithë jetën.
Edhe në fakt, unë jam akoma këtu pas 12 vjetëve. Kjo është shumë e vërtetë. Nuk kam lëvizur. Kështu na ka ndodhur gjithëve në fakt. Kemi ardhur me idenë vetëm për të qëndruar pak, për t'i marrë vetëm ato anë pozitive dhe për t'u larguar, por në fakt sikur të thith të bën e shikon të intrigon për të qëndruar, për të mësuar, për të eksploruar. Unë mendoj se të tresh ka të magnetin e kundër të çdo njeriu edhe të tresh, sepse mundësitë janë shumë të mëdha, ti duhet vetëm ti kërkosh. Pra ka mundësi Londra, Borina? Po, Londra ka shumë mundësi dhe unë doja me të vërtet në këtë moment të jepja një mesazh shumë të rëndësishëm për të gjitha vajzat, femrat që flasin shqip, që janë shqiptare. Duhet kenë kryefjalën, emrin e tyre, veten e tyre, kryefjala e tyre jetë vetja e tyre, shtylla, asnjë gjë tjetër. Unë e kuptoj që familja është shumë e rëndësishme, bashkëshorti është shumë i rëndësishëm, fëmia është shumë e rëndësishëm, por secili ka pasur rrugtimin e vet edhe të ka takuar ty rrugës, e kupton? Ka qëndruar ke ty se ti ke diçka aty ose ti ke qëndruar me ta sepse ke diçka për t'i dhënë ose për t'i marrë. Po asnjëherë nuk do të humbasim veten tonë për askënd. Jo, rrugën asnjëherë dhe unë doja që t'i jepja këtu. Të themi të vërtetën, diaspora po flas femrave shqiptare është pak e ulët në nivel. Të doja që ta ngrenin këtë nivel, vetëm të shkolloheshin, vetëm të hapin gojën, kanë ndihma kudo, mund t'i ndihmojnë në çdo institucion, vetëm të kërkojnë. Po kërkuan, do marrin. Mbasi nuk do marrin majat, por do marrin atë që i duhet për të filluar rrugtimin. Tani njerëzit duan të kuptojnë, të mësojnë nga eksperienca jote konkretisht. Të flasin pak për ty. Se po mja na shkalon pak këto. Okej, flasin për mua. Por jemi kurioztar për ditur si nisi jeta jote këtu në Britani. Ishe e martuar, ishe single mami siç je sot aktualisht. Unë kam ardhur në Angli, kam qenë 5 muaj shtatzan, kam ardhur si pjesë e familjes me bashkëshortin tim. Ato lëvizjet e para, njëri ka ardhur më para, tjetri ka ardhur mbrapa. Isha unë që më duhet vija para. Qartë. Por shumë shpejt u bashkuam dhe qëndruam në nuk kemi ardhur në Londër, kemi ardhur në një qytet shumë të vogël, që unë thosha, o zot, sa i vogël është, s'ka asnjë gjë për të bërë. Dhe pas një viti jemi zhvendosur në Londër. Në fakt unë kam ardhur këtu me një kurrikulum pak të ndërtuar, në fakt, se kisha shumë eksperjenca pune, kisha po sa gjete punë kur erdhe në fillim, si të duk Londra? Kam punuar si care, si shërbëse në azil. Ishte një punë që mendoj që gjithë duhet ta kalojnë kur vinë, sepse kuptojnë sistemin, se si funksionon puna, se si funksionojnë rregullat, disiplina, çdo gjë në Angli. Është një nga punët më të vështira që mund të bësh. Ka dhe tjera, po e vështirë në kuptimin psikologjik edhe sepse ke të bësh me njerëz ndryshëm të smur apo jo të smur. E dije gjuhën në fillim kur erdhe? Gjuhën e dija. Jo atë theksin angles, por e mësova, u përpoqja. Sa kam ardhur, kam shkuar në kolegj. Sa vështirë ishte jeta familjare, se ti po thua ishte 6-7 zën kur erdhe këtu. Sa e vështirë ishte për ty njëkohësisht dhe nga ana psikologjike, por edhe nga ana logjistike për të integruar dhe për gjetur vendin tënd. Ka qenë vështirë, por unë gjithmonë i bëj vëmendjes time një lavazh, domethënë një lavazh të vogël në kuptimin që, okay, është e vështirë, nuk është e lehtë, por ta marrim shtruar me durim. A ishe nga ato femra që e kishe suportin e bashkëshortit 100% kur ke ardhur në fillim këtu? Të them të drejtën, unë kam ardhur para, bashkëshortim ka ardhur mbrapa. Mua më është dashur të punoj 2 punë, isha 5 muaj shtatzan, kam bërë care, vetëm care, bëja para dite, mbas dite që isha bosh. Puna tjetër? Të dyja ishim, por me kompani të ndryshme. Po si a dilje me fëmijën e vogël? Fëmijën e kisha akoma, isha kangur. 6-7 zën, okay. Punoja shumë, lodhesha shumë, por qëllimi ishte që bashkëshorti këtu të vinte legalisht, sepse gjithmonë ti legalisht në... Domethënë ti je nga ato firma që pas ke shtruar terrenin për burrin, ndërkohë që e kundërta ka ndodhur në mentalitetin ton, meshkujt kanë tërhequr femrat e tyre këtu. Dhe unë faktisht ajo që vendosa që ta linim Shqipërinë dhe thash do shkojmë aty, do shkoj unë para me që kam mundësi pak më shumë. Po nuk kishe frikë nga e panjohura ashtu shtatzën me një fëmijë? Kisha pak frikë, por thash ky hap duhet hedhur. Kështu që do ta bëjmë. Do marrim masat, nuk ishim shumë para, them drejtën, shumë pak para kishim. Ndonjëherë po ta
bësh llogarin tani mund të ishin dhe fare të pamjaftueshme, nuk mjaftonin, por me punë me durim kuptohet me kursim se nuk mund të vish edhe të bësh një jetë mondane, se ka ardhur në Angli këto stereotipet që ekzistojnë gjithmonë që je në Angli dhe ke botën. Është shumë e vështirë para se të njohësh Anglin këtu njeh orët e gjata të punës njerë, 12 orarëshët, ndonjëherë dhe 48 orë, 24 orë në punë. Si të duke në fillim? Puna me orë të gjata, nuk isha kohë për veten, ishe vetëm në punë? Ajo ka vazhduar akoma ai orari gjatë i punëve. Vazhdon edhe që kur kam shkelur në Angli ajo nuk ka përfunduar kurrë. Edhe si duket këtu është sistemi nuk përfundon, kështu që në mendjen të vazhdon pak logjikën e rrëfimit, arritë të integrosh vetë, stabilizosh në fillim ato 2 punët që bëje, kur erdhi bashkëshorti. Bashkëshorti im ka ardhur pas 4-5 muajve. Kishte lindur fëmia, vajza? Jo, vajza nuk kishte lindur, edhe unë po bëja të pamundur që ai të ishte këtu para se unë të lindja dhe e realizuam këtë. Ishte i lumtur ai me ardhjen këtu? Sa e gjeti veten? Mendoj se neve pas një viti jemi divorcuar, edhe mendoj se një problematik shumë e madhe e mentalitetit mashkullor, por edhe femror e shqiptarëve është sepse ne vim nga një vend shumë i ulët edukativ, të thosha nga të gjitha anët, familjar, shkollor, nga të gjitha anët. Dhe kur vim këtu, na bukos standardi jetesës, na bukos ajo që kemi arritur, që kemi ardhur. Dhe shpesh e shumë çifte e humbin rrugën. Kur vin, dhe u duhet të lënë probleme shumë të mëdha. Është bërë arsye divorci? Kam pas një divorc shumë vështirë, një divorc pa dëshiruar, nuk konkretisht, cila ishte arsyeja? Ndarjes bërë. Na e di që është shumë sensitive, po s'ka që unë dua ta ndaj, është një problematik, kjo është problematik. Nuk është vetëm e himja, unë di shumë vajza të tjera, shumë femra të tjera shqiptare që e mbajnë të fshehur dhe nuk e thonë që duhet ta thonë, dhe duhet ta hapen, nuk ka familja në momentin që ti jeton në një bashkëshort ose në një partner i cili ka dhunë, ti nuk duhet llogarisësh askënd tjetër në botë përveç se vetes tënde dhe fëmijës. E përballë me dhunën, me një dhunë e cila ishte e vazhdueshme, psikologjike, fizike, dhe pastaj fizike, të dyja bashkë, në një high risk shumë të larta, në risk. U përballa shumë muaj me këtë gjë. Dhe aty vendosa, thash, unë nuk kam ardhur këtu për të bërë këtë. Unë erdha për diçka tjetër. Erdha për të pasur familjen. Po çfarë shkaktonte atë konflikt mes jush derisa agravoi të dhuna, pakënaqësia e jetës këtu? Unë mendoj është ajo që thash, nga një nivel shumë i ulët edukativ, mental, shkollor, familjar. Do të tregoj një histori. Po si e njohur me bashkëshortin vet apo me shkursim? Me bashkëshortin tim jemi njohur vetë fare, kemi qenë në një fushat zgjedhore, unë kam qenë këshilltare, kandidate për këshilltare bashkie në Tiranë, ai ishte ke pjesa tjetër e fushatës. Do të thënë jemi njohur pas një lloj presioni të mjet njëri tjetrit. Por kjo nuk ka të bëj fare. Kjo është presioni që përballon ti gjatë rrugtimit të familjes. Për familje është shumë e vështirë në ditët e sotme. Është vërtet. Nuk është aq e thjeshtë, se duhet përshtatesh. E para është ekonomia, e dyta është ajo që ke ti në mendje, domethënë, je vërtet aty se do të jesh me atë njeri, apo je aty sepse thjesht ke disa probleme të momentit dhe po i zgjidh me këtë njeri, por pastaj ky njeri do bëhet nën kthetrat e mia. Dhe unë mendoj, e para fare do të tregoj një histori shumë të shkurtër, pa na shkëputur nga logjika e rrëfimit. Kur unë kam qenë në gjimnaz në vitet 2, ka qenë një periudhë shumë e vështirë e Shqipërisë. Unë jam rritur në një familje ekonomikisht shumë të mirë, mbi mesataren shqiptare, dhe me miq shumë me pozicione në Shqipëri. Dhe vllai im më thot, nuk kam qenë studente e mirë. Nuk ka qenë sepse nuk doja të isha studente e mirë. E urreja hipokrizinë të marris 10, sepse ishe në një klasë të mirë në gjimnaz. Edhe pyet një shokun e vet, që i kishe shumë, ne kemi mik dhe sot atë, ai jeton larg Shqipërisë, dhe i thot, ka motrën dhe do që t'iki në Paris me studime. Unë kam mbaruar frëngjisht për kthimin te pretim dhe kisha shumë thjesht shkoja në Paris për këtë gjë. Interesante. Edhe fitova universitetin për art spektakli, regjizore spektakli. Dhe tha, dëgjoj, tha,
ti mund të kesh para, i tha vllajt tim, mund ta suportosh me para, mund të jetë shumë e mirë. Por nga niveli ku ne vim, nga Shqipëria të shkosh në Paris, është shumë e vështirë integrimi. Por nga Shqipëria të shkosh në Çeki, është shumë i lehtë integrimi. Do me thënë, është shumë e vështirë që nga Shqipëria të vish në Londër, integrimi është i jashtëzakonshëm, mund të bëj dhe keq. Në jetën tënde morale, në sjelljen në jetën tënde familjare, mund të bëj shumë keq, që ka një disnivel të jashtëzakonshëm. E kuptuam shumë qartë, është shumë e vërtet. Ky disniveli ka qenë shkak i shumë divorce dhe vazhdon të jetë në fakt, por të paktën ti e njohur vet, nuk është se ke pasur se ka shumë femra që dhe janë detyruar të martohen dhe pa dëshirë. Gjithsesi, sa i vështirë ka qenë, nuk do ndalem shumë, vetëm pak për të kuptuar sa i vështirë ka qenë divorci dhe jeta me vajzën, sa suport ke pasur më pas, si ka qenë komunikimi mes jush për mirëritjen e vajzës, si ka ndikuar tek fëmia e gjithë. Ndikimi ke fëmia është e jashtëzakonshme, po unë kam marrë vendimin më të mirë që mos kishte një ndikim akoma më të madh dhuna në pranitë saj, është shumë e rëndësishme. Rritja ka qenë, vajza ka qenë vetëm 1 vjeç, rritja ka qenë shumë e vështirë. Mua më është dashur të bëj 2-3 punë, nuk e di, 24 orë punë, vetëm që të paguaja babysitterin, të paguaja qarën e shtëpisë. Jetoja në Londër atëherë dhe dihet Londra është stratosferë. Ndonjëherë nuk arrin të kesh të ardhura për gjërat më bazike të jetës në muaj, gjatë muajit. Dhe edhe më pas kontakti ka qenë shumë i keq, shumë i keq, sepse ishte akoma ajo inati i një pale, pse ti më le, pse unë të lash. Ndërkohë që unë isha shumë e hapur, nuk isha probleme, mund të vazhdosh jetën, unë këtë gjë nuk e pranoj, dhe veçse. Kemi pasur të përfshirë të gjithë instancat shtetërore në Angli. Dhe në fund fare, pas një 5 vjeçari lufte në përgjigje, para të shpenzuara dhe gjithçka. Sa para ke shpenzuar? Një gjyq mund të ishte një 5.000 pound. Dhe mua më duhet që të punoja. Pa nuk mund ta bëje divorcin në Shqipëri aty ku? Jo, ne kishim martu të martuar, nuk kishim, domethënë, këtu ishte çështja e dhunës. Domethënë çështja e dhunës ishte e papranueshme se ishte në nuk kishte suporti nga shteti për mua më duhet të merrja suportin dhe shteti më thot ulu këtu, nëse ti do të marrësh suportin, duhet të heqësh dorë nga punët e tua. Dhe unë isha atëherë sa kisha fituar punën si oficere në bazë profesionit që kisha punuar në një ndër burgjet më të njohura të Anglisë në Pentonville dhe ishte një arritje shumë e madhe se zakonisht nuk e si ti ofron jeta këtë mundësi në momentin kur ti nuk je gati dhe duhet bësh zgjedhjen. Dhe kështu që për mua ajo ishte një mundësi e artë sepse pas 2 vjetëve në Angli askush nuk ishte drejt futej në atë lloj pune. Ligji thotë që duhet të jesh 5 vjet e sipër ose duhet të jesh anglez. Unë kisha një suport shumë të artë nga stafi sepse ata e pëlqyen, intervista unë dola 99%. Dhe cila ishte zgjidhja jote? Zgjidhja ime unë tash dorëshe nga puna. Me një kisha ardhje shumë madhe. Nuk e pranova në karrierën time. Ajo ishte një pjesë e karrierës time në Angli. Tash dorëshen që unë të kaloja në standardet e ndihmave që të më jepë ndihmë, që të kaloja fazën e divorcit. Unë do të thosha kjo ishte një fazën e rrezikshmërisë time, nuk ishte divorc. Dhe këtu ishte e përfshirë dhe vajza ime, kështu që unë edhe ashtë divorcin. Kalova në atë mamin shtëpiake. Ka që në çdo gjyq pas një avokat, më duhet të merresha me letrat të gjitha vetë, me institucionet mbrojtëse ndaj femrës të gjitha. Kam qenë kudo e përfshirë. Dhe kam pas një ndihmë të jashtëzakonshme nga ky vend, të jashtëzakonshme, nuk e prisja. Nga policia, nga gjykata, nga gjitha institucionet e dhunës familjare, gjithçka. Dhe aty mua më duhet të bëja një punë e cila mund të quhet rëndom, por nëse ti ke mindsetin, nuk e di si thuaç, mund ta kthesh në biznes, unë sot e kam kthyer në biznes. Fillova të për lek xhepi, që thon pocket money, fillova të pastroja. Vetë u përfshive vetë një herë. Shkoja vetë sepse ishte me pak orë ku mund të kisha ndonjë lek ekstra sepse nuk mund të jetoja vetëm me ndihmë që ishte shumë e vështirë për mua, unë isha mësuar gjithmonë të kisha të ardhurat të bollshme gjatë muajit dhe në atë periudhë kisha edhe vllajin që vinte dhe i tha mua, dëgjoj, pastrimi tha, është një ndër bizneset e dyta më të fuqishme në Angli.